luftra është një pjesë e pastrimit, që toka mam është duke a dhënë njerëzimit, që zgjojuni o njerëzim, sepse ne nuk e japim respekt dhe dashuri tokës mam. Populli ndoshta mund ta ketë më të vështirë, sepse shumë prej tyre nuk ja kanë idenë se çfarë do të ndodhin. Politikanët ja kanë idenë të gjithë, kanë bërë rezervat e tyre, i thëmë kanë bërë bunker të tyre, mbushur me ushqime, me çdo gjë. E dinë se nëse ndodh diçka, ato do të ikun nga shtëpia e tyre. Kush e han populli. Por populli ka një gjë shumë më të veçantë, sepse populli është më i pastër, më i sinqert, më në zemër. Domethënë populli duhet në ato momente çfarëdo që të vinë të ardhmen, nuk ka lidhje vetëm me luftë, mund të vinë viruse, mund të vinë lloj gjërash, tërmete, toka domethënë pastrohet në lloj mënyrash të ndryshme, që quhen dyert e pastrimit. Me çdo derë që hapet, për shembull për disa mund të jetë ana psiqike, depresioni, paniku, për disa mund të jetë tema vetvrasjes në të ardhmen, shumë e fortë, shumë e fuqishme, që ato nuk do të kuptojnë çfarë është vetvetja e tyre në atë moment. Domethënë çdo derë që hapet nga toka më për të pastruar, ja ato portalet i thonë ne hynore, ndihmon që toka jon të lëshojnë çdo gjë që nuk duhet, çdo informacion negativ, energji negative, që të kthehet në dritë, në dashuri. Dhe njerëzimi, populli, që e kupton këtë gjë dhe rrin në dashuri me vetveten, ecë përpara.